Në ndërkohë, a duhet me qenë një gjendje stabile pacientit kur i nështrohet PET-CT-s, apo edhe nëse është shumë keq dhe rekomandohet PET-CT-ja, mund ta përballoj, sepse shka mirë dhe me tregu pak procedurën, doktorish, për ata që nuk e dinë si bëhet. Zemër, kur gjendja pacientit nuk është e mirë, kemi edhe rastet, dhe më thonë edhe ashtu që insistojnë familjarë se dojnë me ditë, se është pacient në një stad pothuajse të fundit me metastaza, është pak problem. Ditën përpara se tash pacienti ka më përgatit, dhe më thonë me çdo dieta. Kur vjen te na, e ka të obligueshme me pi vetëm ujë. Mandej prej momentit kur na e injektojmë FDG-n, dhe më thonë që atë materialin në venë që injektojmë, e ka më nejt dikon 40-45 minuta me qatë material, sepse duhet përmes gjakut më shpërndan krejt organizëm, edhe më grumbullu, dhe më thonë që kjo glukoza radioaktive më grumbullu në përindet të cilat janë, dhe më thonë me karcinom këtë rast ose me metastaza. Mandej bjen dikon edhe 25-30 minuta me qëndru në aparat, dhe më thonë disa të kryhet, pacientit dhe më thonë, dikon ja merë ma shumë si 1 orë e gjysë ekzaminimit të fillu prej kohës kur injektohet FDG-ja, pritja, desa të kryet. Se si metode e ekzaminimit, edhe rezonanca magnetike për shembull e abdomenit, ose me ball body zgjat 1 orë, zgjat me orë, kupton kjo zgjat 25 deri në 30 minuta. Nëse nuk kam i bo dhe kam në varë, se këta që janë me karcinom të kockave, aty në ju zxot, dhe më thonë, ma shumë, dikon 45 minuta. 1 orë e gjysë e merë gjithsesi. Që është më vështirë me punu me pacientat që janë... Që pacientat, ai për shembull duhet me qëndru i qetë, duhet mos me lëviz, duhet më kursy edhe në pjesën, ai merë frymë, se të 25 minuta as mund është më morë, po duhet me përcjell, duhet me monitoru, na je me kep, dhe më thonë, është ekipi edhe i specialistave dhe i teknikëve dhe i infermierve dhe i mjekut familjar, edhe fizikanti gjithmonë është pjesë e jona, dhe më thonë, është një ekip i tërë që punojnë. Kemi edhe disa fotografit, cilat e Luz Bezën janë komplet stafit që po i përmend edhe ti. Ka raste, dhe më thonë, ose dhe ka pas raste për shka gjendjes rand pacientit, na e kemi përësit materialin doza ka ardhë mirë, po nuk është injektu për shkak se pacienti u konë në gjendje të rand.